Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin. Ditën e sotme në fakt do të flasim për shumë ngjarje. Ne kemi përzgjedhur 3 bloqe për të cilat ne do të flasim dhe do të komentojmë atë se çfarë ka ndodhur në jetën e artistëve shqiptarë në showbiz, si në anën profesionale, ashtu edhe në atë personale apo private. Do të nisim sot këtë blok komentimesh me personazhin i cili po bën bujën e madhe në përjetët sociale. E gjithë vëmendja është tek ajo, për çdo lëvizje në fakt që ajo po bën, po stër komentohet, po vjen në një formë shumë të paimagjinueshme te publiku, janë shumë kureshtar të dinë të bëjnë se çfarë të kuptojnë në fakt se çfarë po ndodh me Eglin. Egli Tako ka 3 javë që është në një stër komentimesh se me kë kompani do të përzgjidhte të shkonte. Ishte në pyetje 360 Music aty ku është i pozicionuar edhe Gjesti, apo do të shkonte me SBS-in aty ku është në menaxhimin të Jetmir Agaj. E para njëherë kompanit nuk është se kanë ndonjë inat mes njëri tjetrit, janë në shtëpi muzikore të cilat luftojnë për interesin e tyre, po jo se kanë ndonjë inat. Sepse në shumicën e komenteve shoh që a mundet Egli të bën bashkëpunim me këngëtarët të cilët po menaxhohen nga 360 Music. Me patjetër që mund të bën, ato kanë bashkëpunimet e tyre, kompani me kompani, normal që merren vesh për të ardhurat që do të fitojnë nga i projekti, por nuk është se kompanitë kanë hatërmbetje, kanë inate, kanë mlefe me njëri tjetrin, përkundrazi Bonarti dhe Jetmiri mund të jenë shumë shok të mirë, ndërsa këtë pjesën e kanë edhe biznes. Dita e djeshme shënoi një pikthese të rëndësishme për këngëtaren e njohur Egli Tako. Pas spekulimeve dhe paralajmërimeve të shumta, ajo më në fund zyrtarizoi bashkëpunimin e saj me një nga kompanitë më të mëdha muzikore të industrisë shqiptare, SBS. Ky lajm u konfirmua përmes një postimi në llogarinë e saj në Instagram, ku Egli shihej për krah menaxherit të njohur të kompanisë Jetmir Agaj, si dhe artistit dhe producentit Çelik Klipa, një emër tashmë i konsoliduar brenda strukturës të SBS. Në foto, Egli rrezaton të lumturi dhe entuziazëm, duke lënë të kuptohet se ky bashkëpunim nuk është thjesht një marrëveshje zakonshme, por një hap i mirëfillt drejt një etape të re, ndoshta më të sigurt dhe më ambicioze në rrugtimin e saj muzikor. Artistja e njohur për stilin e saj të veçantë dhe për vokalin e dallueshëm prej kohësh, kishte lënë të kuptojë se po përgatitej për një rikthim më të fuqishëm në skenë, dhe me firmosjen me SBS, rikthimi duket më i afërt se kur më parë. Do të ndalojmë deri këtu. Egli Tako ditën e djeshme për të gjitha ato që ishin në pikpyetje në fakt se ku do të shkonte, pas të gjitha ofertave që pati, pas të gjitha takimeve që bëri me kompani të ndryshme muzikore, vendosi që në këtë pikë të karrierës së saj, karrierën e saj t'ia besoi kompanisë të famshme SBS. Tani se për sa periudhë është nënshkruar kjo kontratë dhe si do të vijojë kjo marrëveshje nuk dihet, sepse edhe me Fifin pati një bashkëpunim të tillë Egli më herët, por Egli Tako është e pozicionuar në këtë kompani. Por ndryshe nga atmosfera e qetë edhe entuziaste që përcollën fotografit me Agajin dhe klipën, një tjetër foto tërhoqi menjëherë vëmendjen e ndjekësve dhe ndezi rrjetet sociale. Bëhet fjalë për një imazh ku Egli Tako shfaqej në shoqërinë e Armigenit, një personazh që aktualisht nuk është pjesë e SBS-it. Kjo foto u fshi menjëherë pas publikimit, por jo aq shpejt sa për të kaluar pa u vënë re nga ndjekësit dhe portale të shumta që ndjekin nga afër çdo lëvizje të shqiptarëve, të artistëve shqiptar. Në fakt, kjo foto është hequr nga Instagrami, ndoshta është vënë me shpejtësi për të respektuar si një mikun e saj, Egli, apo si një shokun e saj, nuk ma merr mendja që ta ketë bërë për vëmendje këtë gjën
që të shkruhet në për portale për Eglin se kush ishte ky çuni që Egli hodhi fotografinë dhe e hoqi me njëherë, nuk e besoj këtë pjesën, domethënë që është bërë për këtë pikën, por thjesht faktit ndoshta ka qenë një veprim i pamenduar dhe më pas e ka hequr se mund të ndizeshin hamendësime përse Egli me një personazh në fotografi i cili ka bërë foton në studion e SBS-it, por që nuk është pjesë e kësaj studio. Fshirja e menjëhershme e kësaj fotografie ngjalli menjëherë dyshime dhe hamendësime mbi natyrën e marrëdhënies mes Eglit dhe Armigenit. Disa komentues aluduan se mund të bëje fjalë për një lidhje të afërt shoqërore apo ndoshta më shumë, sidomos duke pasur parasysh se Armigeni përflitet se është mik i ngushtë i Redon Beranit, një tjetër figurë shumë e komentuar në showbiz. Megjithatë, deri më tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për ndonjë lidhje më shumë se sa miqësore, edhe vetë Egli nuk ka reaguar ndaj këtyre spekulimeve. Tani këto spekulimet mua më duken të tepërta, sepse po ta vëjmë re, Egli ka unazën e gjestit në dorë, do me thënë bëjnë lëvizjet e njëjta dhe kjo nënkupton që Egli ka një komunikim, është në një marrëdhënie me gjestin, sidoqoftë t'i vëmë emrin asaj marrëdhënies, por mbi të gjitha nëse Egli ka bërë një fotografi, do me thënë ky është një fenomen shumë i çuditshëm që po ndodhen tek artistët shqiptarë, njëjta gjë ndodhi dhe me gjestin, që bëri një foto me Erën, bëri një video me Era Istrefin, artisten e njohur, dhe menjëherë shqiptarët filluan që të hamendsojnë se gjesti ka krijuar një lidhje me Erën, nuk është me gjestin, me Eglin, domethënë këto janë thashe theme që kanë qenë, janë dhe vazhdojnë të jenë edhe në vitin 2025 tek ne shqiptarët. Ajo fotoja mund të ketë ardhur për mendimin tim në një moment të pamenduar apo një moment i shpejtuar që ka ndodhur brenda asaj studio, apo qoftë për një respekt që është një personazh shumë i klikuar Egli dhe ka dashur ta nxjerrën, por kjo foto mund të ketë ardhur edhe për ndonjë provokim që thjesht për të qenë pjesë e mediave e shumë të tjerëve. Sido që të jetë përtej zhurmës mediatike, lajmi më i rëndësishëm është padyshim fakti që Egli Tako ka bërë një hap strategjik në karrierën e saj, duke u bërë pjesë e një labeli që ka prodhuar disa nga sukseset më të mëdha të muzikës shqiptare viteve të fundit. SBS është i njohur për profesionalizmin, marketingun agresiv dhe kapacitetin për të ndërtuar artist me bazë të fortë dhe prezencë të qëndrueshme në tregun muzikor. Vetëm Egli përmes një statusi të shkurtër të postuar në Instastory u shpreh që çdo fillim i ri ka një emocion të veçantë. Jam shumë e lumtur dhe mirënjohëse për këtë rrugtim të ri. Faleminderit për këtë besim SBS, fjalë të thjeshta por që shpalosin qartë ndjenjat e saj dhe pritshmëritë që ka për këtë bashkëpunim. Tani ajo që mbetet për tu parë është se sa fatgjate do të jetë kjo marrëveshje dhe çfarë do të sjellë konkretisht në aspektin artistik. A do të ndjek Egli një stil më modern dhe më komercial në drejtimin e SBS, apo do të ruaj identitetin e saj artistik që e ka karakterizuar deri më tani? A do të kemi një rikthim të fuqishëm me projekte muzikore të suksesshme, klipe profesionale dhe një menaxhim të mirëfillt të imazhit të saj publik? Në një treg muzikor gjithnjëhem konkurues dhe me një publik që ndryshon shije me shpejtësi, bashkëpunimi me kompaninë e forsi SBS mund të jetë çelësi i suksesit të qëndrueshëm. Ndërkohë, ndjekësit e saj presin me padurim këngën e parë me logon e SBS. Në fakt do të jetë kënga e dytë kjo, sepse e ka dhe këngën Jetë. Një projekt që sipas zërave të brendshëm është tashmë në përgatitje dhe pritet të dalë brenda pak javësh, ndërsa skena pret performancën e radhës, publiku ka një arsye më shumë për të ndjekur me vëmendje rrugtimin e Egli Tako, sepse në fund të fundit ajo sapo ka hapur një derë të re dhe të gjithë duan të shohin se çka ka përtej saj. Egli Tako njëherë dhe me thënë pati një keq kuptim, sepse po të hedhim një sy në Instagramin e Eglit nuk do të gjejmë as një pjesë të këngës që Egli ka punuar konkretisht të këngës Jetë, se hajt mo të këngës që e nxori me Fifin, do me thënë nuk shi gjithçka, por nuk ka edhe të këngës Jetë. Siç duket Egli
ka gjetur rrugën e bashkëpunimit dhe tashmë do të vazhdon me shumë pozitivitet dhe energji të bukur të bashkëpunon me SBS. Unë ju uroj shumë suksese dhe tash do të presim hitet e radhës. Nga Egli Tako do të kalojmë tek një çift i cili ka qenë shumë i komentuar, ka qenë shumë i zëshëm, është folur pafund për to, është komentuar pafund për to. Një marrëdhënie që në fakt filloi të flitet 2 vite më herët, që kishte një krisje, por çifti nuk e nxirrte këtë gjë nëpër median ros, domethënë nuk fliteshte nëpër median ros shumë për këtë marrëdhënie, nuk po komentoheshte shumë. Dhe verën e vitit të kaluar ishte pikërisht një rrëfim i Beskallakut në fermën VIP që i dha krejtësisht një vëmendje dhe i dha krejtësisht një kahje tjetër kësaj gjës të madhe që në fakt ndodhi në median shqiptare. Beskallaku dhe Xhensila Myrtezaj konfirmuan ndarjen e tyre. Ndarja ndodhi edhe në gjykat, do me thënë Besi dhe Xhensila i dhanë përfundimisht divorci njëri tjetrit, por kishte mbetur një pikë drite në fund të tunelit ku një tatuazh i cili ishte në dorën e Besit mund të bënte një rikthim të ri në jetën e tyre përsëri bashkë, edhe qoftë për hatër të 2 fëmijëve që i kanë, duke ditur se afrimitetin të ndërtuar që ka Besi konkretisht me vajzën e tij Ajkës. Por kamerat, ato analistët e showbizit, ditët e fundit kanë zbuluar një detaj të ri që e ka konfirmuar edhe më shumë largimin e tyre dhe pikërisht bëhet fjalë për një tatuazh. Ajo që dikur ishte një nga historitë më të dashura dhe më të komentuara të showbizit shqiptar, tani duket se ka marrë formën e një kujtimi të largët. Martesa mes aktorit të njohur të humorit dhe këngëtarit Beskallaku dhe këngëtares së dashur të publikut Xhensila Myrtezaj. Ka përfunduar prej kohësh, por së fundmi një detaj vogël, por domethënës, ka rikthyer vëmendjen te çifti që dikur përfaqësonte dashurinë e pastër dhe të publikuar pa rezerva. Në një postim të fundit në rrjetet sociale, ndjekësit e vëmendshëm kanë vënë re një ndryshim të qartë në trupin e Besit. Bëhet fjalë për tatuazhin e famshëm që Besi mbante me inicialet BG, një simbol i lidhjes së tij me Xhensilën. Ky tatuazh ishte bërë në kulmin e dashurisë së tyre, një shenjë që në atë kohë fliste për përjetësinë dhe për kushtimin mes 2 njerëzve që kishin vendosur të ndanin jetën. Por sot ajo që dikur ishte një deklaratë e madhe dashurie është shndëruar në një shenjë të dhimbjes së heshtur. Shkronja X është mbuluar të rësisht me bojë të zezë, ndërsa B është lënë e vetme. Një veprim që flet me shumë se çdo intervistë, më shumë se çdo reagim publik. Siç duket, Beskallaku tash më shkronjën X, ndoshta ka arritur në atë pikë të jetës, do ta zëvendësoj me një shkronjë tjetër. Ky gest i heshtur por i fortë në mesazhin që përçon është interpretuar më shumë si një mënyrë për të mbyllur një kapitull që dikur kishte dritë, dashuri dhe plot projekte të përbashkëta. Ajo që bie në sy nuk është thjesht modifikimi i një tatuazhi, por sinjali i qartë që Besi ka zgjedhur të përballet me të kaluarën dhe t'i japë asaj formën që meriton, një kujtim i ndjerë por i tejkaluar. Në botën e showbizit, ku imazhi dhe ndjeshmëria janë në qendër të vëmendjes, veprime të tilla nuk kalojnë pa u komentuar. Në rrjetet sociale, fansat edhe ndjekësit kanë shpërndar me shpejtësi fotografin ku dallon qartë ndërhyrja në tatuazh, ndërsa interpretimet kanë qenë të shumta. Disa e shohin këtë si një shenjë të pjekurisë emocionale, një mënyrë për të ecur përpara pa fshirë të rësisht kujtimet, por duke i vendosur në vendin e tyre të duhur. Të tjerët e lexojnë si një formë hakmarrje simbolike, një mënyrë për të shprehur zhgënjimin e mbledhur në kalimin e kohës. Nga ana tjetër, kjo lëvizje e Beskallakut vjen në një periudhë ku ai duket se po përqendrohet më shumë në karrierën e tij, projektet muzikore, shfaqje televizive dhe jetën si baba. Pas ndarjes së bujshme që nuk u shoqërua më shumë detaje nga asnjëra palë, është e qartë që të dy ish partnerët kanë vendosur të ruajnë privatësinë dhe të ecin përpara
si e cili në mënyrën e vetë. Por siç ndodh shpesh me figurat publike dhe gjestet më të thjeshta, si ndryshimi një tatuazhi marrin kuptime të mëdha dhe në këtë rast shkronja e mbetur B mbi lëkurën e besit duket si një përqafim i vetvetes, ndoshta një rikthim tek ai që ishte më parë gjatë gjithë kësaj historie, ndoshta një hap i parë drejt një kapitulli të ri që do të shkruhet pa gjën që e shoqëroi me vite në radhë. Në fund të fundit, ndarjet sa do të dhimbshme të jenë janë pjesë e jetës dhe ndonjëherë më shumë se fjalët janë veprimet e vogla që tregojnë ku jemi dhe ne ku po shkojmë. Bes Kallaku ka folur pa folur, me një tatuazh që tash më mban vetëm një shkronjë, por mbase është shumë më tepër një histori, ndryshimi i tatuazhit. Nga ana e Bes Kallakut vjen si një reflektim i thellë personal mbi një periudhë që për shumë kohë ishte në qendër të vëmendjes publike. Tatuazhi me inicialet BX ishte një simbol i përkushtimit të përjetshëm që ai kishte ndaj Xhensiles. Por siç ndodh në jetë, ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të mbajtur bashkë dy njerëz dhe shenjat e përjetshme në trup kthehen në kujtime që duhet rishkruar ose mbuluar. Veprimi i tij për të zhdukur pjesërisht këtë simbol duket si një mënyrë për të treguar se ai është gati të ecë përpara, i çliruar nga emocionet e papërpunuara të së kaluarës. Të dy si Besi, ashtu edhe Xhensila kanë zgjedhur një qasje të rezervuar pas ndarjes, duke mos ekspozuar jetën e tyre private në mënyrë të drejtpërdrejtë në media. Por në epokën e rrjeteve sociale, çdo detaj i kapur nga syri i ndjekësit bëhet lajm. Dhe ky detaj i ri ka qenë i mjaftueshëm për të ndezur debat dhe diskutim rreth raportit të tyre të mëparshëm. A është kjo mënyra për të dërguar një mesazh të hapur apo thjesht një veprim për të mbyllur një plagë? Kjo mbetet në dorën e interpretimit publik. Në jetën e figurave publike, çdo vendim personal shpesh bëhet objekt analize dhe komenti, por ajo që bie në sy në këtë rast është qetësia me të cilën Besi ka vendosur të përballet në të kaluarën. Nuk ka fshirë të gjithë tatuazhin, ka mbajtur një pjesë të tij, ndoshta si një dëshmi në një periudhë që ka pasur peshë të vërtetë në jetën e tij. B mund të simbolizojë jo vetëm emrin e tij, por edhe rrugën e re që ai po ndjek si individ dhe si artist tashmë larg së kaluarës që dikur ishte e ndarë për të dy. Tani në një fazë të re të jetës së tij, Bes Kallaku duket se po e rindërton identitetin e tij, jo vetëm profesionalisht, por edhe emocionalisht. Ky gest simbolik i ndjeshëm dhe i matur është ndoshta një prej mënyrave më elegante për të treguar se historia ka përfunduar, por pa u mohuar. Është një rikujtim që dashuria mund të jetë e fortë, por edhe kalimtare, dhe kur ajo përfundon nganjëherë nuk kërkohet zhurmë, por thjesht një penel me boj mbi një shkronjë që s'është më pjesë e këtij rrëfimit. Domethënë nga i gjithë ky lajm që unë rrëfeva tek ju, siç duket Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj kanë mbyllur çdo portë të jetës së tyre dhe dashuria e tyre tashmë ka përfunduar, domethënë nuk ka një kthim mbrapa. Me fshirjen edhe të tatuazhit, siç duket presim që Bes Kallaku tashmë ta zëvendësoj atë me një shkronjë të re. Nuk ka ndonjë lajm për ndonjë lidhje të mundshme të Besit, nuk ka ndonjë paparazzi të kapur diku të Besit me ndonjë femër, thjesht Bes Kallaku ka mbyllur atë kapitull të jetës së tij që dikur i dha lumturinë më të madhe, ndërsa sot e ka lënë të vetëm. Nga Bes Kallaku do të kalojmë tek një emër shumë i komentuar. Xheneta Fetau është çdo ditë pjesë e medjes ros. Ajo ka bërë publike që së shpejti do të sjellën një projekt shumë interesant, do të sjellën një projekt shumë të bukur, do të sjellën një film që titullohet Dashuria e humbur. Xheneta Fetau ish finalistja e edicionit të Big Brother VIP Kosova, vazhdon të jetë një nga emrat më të komentuar në rrjetet sociale dhe në media në ros. Me një prani aktive dhe të kuruar në Instagram, ajo di gjithmonë si të tërheqë vëmendjen e ndjekësve të saj, të cilët i ka shtuar ndjeshëm pas përfundimit të këtij reality show të madh në vend. Së fundmi Xheneta ka postuar disa fotografi ku shfaqet në një ambient mjaft elegant, teksa shijon një kafene në një lokal të bukur dhe të qetë. Në pamje të parë, postimi duket si një tjetër moment i zakonshëm i përditshmërisë të saj.
një çast relaksi, bukurie dhe elegance. Mirë po, ajo që e bën këtë postim të spikatur është pikërisht përshkrimi që ajo ka zgjedhur për t'i bashkangjitur imazheve. Dashuri e humbur, një kapitull që duhej thënë. Ky përshkrim nuk kaloi pa u vënë re, me pak fjalë edhe një ngjyrim emocional. Xheneta ka ndezur menjëherë diskutime dhe dyshime tek ndjekësit e saj. A është ky një mesazh i koduar për dikë të veçantë nga e kaluara e saj, apo ndoshta për gjestin, këngëtarin me të cilin u përfol për një afrimitet të veçantë brenda shtëpisë së Big Brotherit, kujt i dedikohet dashuria e humbur. Xheneta dhe Gjesti patën një marrëdhënie dinamike gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Kimia mes tyre ishte e dukshme për publikun, edhe pse të dy preferuan të mbanin nën kontroll në pjesën më të madhe të kohës. Pas daljes nga shtëpia u përfol shumë për afrimitetin e tyre dhe në jetën reale, por asnjëri nuk bëri një lidhje të mundshme sepse Gjesti e konfirmoi që nga përfundimi i Big Brotherit që mes meje dhe Xhenetës gjithçka ka marrë fund. Ndaj përshkrimi dashuri e humbur tingëllon si një shprehje që lidhet fort me ndjenja të pathëna ose histori që nuk morën në rrugë që mund të kishin marrë, dhe në një moment kur shumë djegës ende i përmendin emrin e Gjestit në komentet e saj. Është e pak shmangshme të mos mendohet se ai është kapitulli për të cilin po flet Xheneta. Ndoshta mund të jetë dashuri e humbur në këndin e Xhenetës, ndoshta mund të jetë edhe ndonjë kunjë që Xheneta ja gjuan Eglit dhe e quan atë dashuri të humbur. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që të bëhet fjalë për një tjetër personazh të së kaluarës të saj, një histori dashurie të mbajtur larg syrit të publikut. E vetmja që mund të konfirmoj këtë është vetë Xheneta, por ajo deri tash ka zgjedhur të luajë me heshtjen dhe simbolikat, një taktik që jep shumë jehon çdo postimit të saj. Nëse deri dje e shihnim Xhenetën si një vajzë të zhurmshme, spontane dhe plot jetë, tashmë ajo po paraqitet me një imazh më të reflektuar. Fotot e fundit, përshkrimet që shoqërojnë postimet dhe mënyra si komunikon me ndjekësit, flasin për një version më të qetë dhe introspektiv të saj. Ndoshta eksperiencat personale kanë lënë gjurmët e tyre, ose ndoshta është një fazë e re në jetë dhe karrierën e saj. Duke qartë se për Xhenetën mediat sociale nuk janë më thjesht një mjet për të ndarë momente të bukura, por edhe një platformë për të komunikuar në mënyrë të tërthort me publikun dhe ndoshta edhe me personazhe të caktuara. Kjo mbetet për t'u parë nëse Xheneta do të flet, nëse postimi është vërtet një mesazh për Gjestin apo për një dashuri tjetër nga e kaluara. Koha do të tregoj apo thjesht është një shkrim për të ndezur amencime që Xheneta të citohet në për portale të ndryshme, por një gjë është e sigurt, Xheneta Fetau e di mirë se si të mbajë të gjallë interesin e publikut, dhe me një postim të vetëm ajo ka rikthyer në vëmendje jo vetëm veten, por edhe të kaluarën që mund të fshehë më shumë se ç'mund të imagjinojmë. Nëse ky është një kapitull që duhej thënë, ndoshta së shpejti do të dëgjojmë edhe pjesën tjetër të tregimit drejt për drejt nga vetë ajo. Deri atëherë sytë dhe komentet mbeten të fiksuara mbi të dhe mbi një kafe të thjesht që fsheh një histori të madhe. Në këtë fazë të jetës, Xheneta po e përdor jetin si një lloj ditari të heshtur publik, ku fjalët janë më të pakta, por ngarkesa emocionale është e thellë. Përshkrime si dashuri e humbur tregojnë jo vetëm një plagë të pambyllur, por edhe një guxim të heshtur për të reflektuar mbi të kaluarën. Kjo sjellje e re mund të jetë një sinjal i transformimit personal i një gruaje që ka kaluar përtej spektaklit dhe po përpiqet të gjejë ekuilibrin mes imazhit dhe realitetit të saj emocional. Publiku që prej kohësh është bërë një ndjekës i përkushtuar i çdo hapi të saj, vazhdon të spekuloj dhe të lexoj mes rreshtave, ndërsa shumë po e presin që Xheneta të thyejë heshtjen dhe të tregojë të vërtetën. Pas këtij mesazhi koduar, ajo zgjedh të qëndrojë në rolin e autores së një rrëfimi të paplotësuar, një histori që ndoshta do të vijojë të shkruhet në postime të ardhshme, ose do të mbetet përgjithmonë një kapitull i mbyllur në pikë pyetje.
Në fakt, ky është postimi që ka marrë viralitetin e madh, që është bërë tabu në shoqërinë shqiptare dhe tashmë do të shohim se çfarë do të ndodhë në qoftë se Xheneta e ka patur përgjestin apo është thjesht një provokim që ajo ka përdorur në rrjetet sociale.